Kontrata kolektive është bë buqet dëshirash, pa buqetim. Lëvizja vetëvendosje është që 6 vjetë në pushtet. Për 6 vjetë mu kanë tërheq 12 milion euro për investimeve kapitale. Ai farë vendimi për kontratë kolektive është njëjtë si kur ky vendimi për me shpërnda pensione. Do të theksoj që kontrata kolektive është pikrisht është ilustrimi më i mirë i një qeverisje arbitrare. Vetëm se ju ka tek dikuj atje, përpara zgjedhjeve hajde të bojmë koalicion, hajde po i thirrim sindikatat, ju premtojmë që dhe kontrata kolektive është bë buqet dëshirash, pa buqetim. Edhe për herë të fundit në 2024, për vitin 2025, Hekurani Murati u ka dhënë mundësinë për të buxhetuar dhe nuk i kanë buxhetuar. Kjo është informatë zyrtare nga Hekurani Murati. Pra, mos e fajsoni Hekurani Muratin për një të bëm, unë do thoja dhe kriminale në kuptimin politik të fjalës, me pajtimin e një kontrate kolektive pa buxhetim. Kanë miratu kontratë kolektive pa pare. 2 minuta të japim për investime, replik lidhur me çfarë? Kontrata kolektive e cila është nënshkruar shumë moti, është e vërtet që nuk është buxhetu, nuk janë pyet komunat hiç, ama ajo ka ndodhur para shumë viteve. Lëvizja vetëvendosje është që 6 vjetë në pushtet. Për 6 vjetë mu kanë tërheq 12 milion euro për investimeve kapitale. Që t'jemi të qartë, shifrat për i flasim, faktet për i qesim në tavolinë. Nëse kanë bo gabim ata për para, ka qëndasht me e regullu, se nuk ju vju 100 vjetë për me e regullu atë qështje, ka qëndasht me i leju komunat me buxhetu, ose me qenë se po flasim për qytetarët Kosovës, që janë mësus, arsimtarët, atëherë ka pas mundësi qeveria e Kosovës me e buxhetu vetë, se në memorandum është cek që Ministria Financave e mbulon koston në atë kohë. E tjetra është, duhet me thonë edhe një, ai farë vendimi për kontratë kolektive është njëjtë si kur ky vendimi për me shpërnda pensione paga. Këtë njëjtë është këtë njëjtë. Nuk është njëjtë sepse për këta ka vendim, ka buxhetim. Nuk ka kalu buxhetin me bua. Hekurani Murati, unë kam informatë zyrtare, ju ka ofru mundësinë e buxhetimit. Nuk është e vërtetë. Veçanë buxhetore nuk e keni ndonë vitin 2024. Absolutisht e pavërtetë është. Për investimeve kapitale. Kretë çka thot ai njeri është e pavërtetë. Ku ta ndëgjon ai këtë debat, ka me dhënë publike dhe ka me demantu. Zëni Gola, po shkojmë te 2 minutat e juaj. Nuk e flet vërtetën.